janë rrugë dhe EU, por të investuara dhe të shtruara për të bërë të aksesueshme. Dhe kështu është siguruar 95% akses. Patjetër që hap pas hapi, aty ku është e nevojshme, do të fillojë dhe zëvendësimi i rrugëve të bardha dhe i rrugëve të dheut me rrugë me asfalt ose të bardha, por ama kjo është e vërteta. 255 kilometra rrugë fshati të investuara në teritorin e qarkut Berat. Vazhdojmë. Këtu jemi tek ajo që ne e quajmë rigjenerimi urban. Janë 78 projekte, 59 milion euro janë dhënë këtij qarku dhe se kur kapen keq këta të Kënetës, jo ata të mëdhenj, po ata të vegjëlit që ushqehen, që pinë në mëngjes ujë Kënete para se të bëjnë komente nëpër rrjetet sociale, thonë po mirë më hajde se tani ca gjëra do i solli koha, do bëheshin. Po në fakt koha solli dhe 97-ën. Nga 90-a në 97-ën koha nuk solli në një përmirësim, solli një shkatrim total. Koha nuk i solli 1 milion turist në qarkun e Beratit. I sollën gjithë këto investime dhe gjithë kjo punë komplekse që nga infrastruktura rrugore tek përmirësimet e jashtëzakonshme, se unë kam qenë këtu në Dimal kur quhej ura vajgurore apo jo. Dhe kur kam ardhur këtu si kryeministër, herën e parë kam ardhur në një përmbytje të tmerrshme ku gjysma ishin të zhytur në balt, jo në ujë. Ishin të zhytur në balt deri në brez në shtëpitë e tyre. Dhe as nuk bëj fjalë të gjeje këtu pllaka edhe të shikoje godina normale. Këtu ishte sikur që rën bomba apo jo. Kështu që këtë Dimal që është sot, nuk e solli koha. Nuk e solli koha, koha mund ta bënte edhe më të shkret dhe më të zymt nëse nuk do të mirë qeverisej qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin vendor. Vazhdojmë. Ashtu sikundër dhe çfarë është Berati sot nuk e solli koha, sepse kur kemi ardhur në fillim, s'kishte rrugë për ta në Berat. Ju e dini shumë mirë, në Lushje, merrje kthesën kputej lidhja. Duhet të hyje pastaj në një rrugë me gropa, edhe kur të arrije në Berat, mund të përfundoje në spital nga bllokimi i veshkave nga kërcimet në makinë. Apo jo. Dhe në ndërkohë as bëj fjalë të kishte në Berat gjithë ato dyert hapura si sot, ku njerëzit vinë edhe trokasin në bujtina fantastike që hapen për ditë. Ishte Mangalemi i rënuar, lagja përballë e rënuar, edhe Fadili që heroikisht mbante gjallë frymën në Berat dhe shpresën atje me mbështetje minimale nga qeveria. Minimale. Këtu janë projektet për turizmin dhe mjedisin. Shikoni sa është investuar vetëm për turizmin dhe për mjedisin, dhe këto janë investimet të qeverisë, nuk flasim për investime private. Gati 20 milion euro. Për t'i dhënë këtë profil turistik që ka qarku. Këtu jemi tek investimet në ujësjellës kanalizime, se ky është një tjetër mit i madh që s'ka ujë, s'ka kanalizime askund në përfshatra, ndërkohë që sot deri tani janë investuar 71 projekte me një vlerë 108 milion euro për ujësjellësin dhe për kanalizimet. Vazhdojmë. Këtu jemi tek energjia, ju e dini shumë mirë çfarë problemi ishte këtu për dritat, si në të gjithë Shqipërinë, edhe besoj që ata që janë pak më të mëdhenj e mbajnë mend si dridhej Poçi në darkë nga tensioni i ulët, derisa fikej fare. 60 milion euro janë bërë në Berat investime vetëm për energjinë elektrike. Vazhdojmë. Kjo është bujqësia dhe 57 projekte për 18 milion euro në mbështetje të bujqësisë dhe të atyre që kanë hapur këtu pika grumbullimi dhe agroturizm. Pikat e grumbullimit kur ne morëm detyrën numëroshin me gishtat e dorës. Sot pikat e grumbullimit
serat dhe shumë çka tjetër në bujqësi janë si dita me natën krahasimisht me të shkuarën. Patjetër që këtu një merit të madhe kanë vetë sipërmarrësit, por ama sipërmarrësit këtu ishin dhe atëherë. Edhe mbi jetonin, ndërkohë që sot bëjnë fitim dhe gjëja më e mirë kanë rritur në mënyrë të ndjeshme pagat për njerëzit që janë të gatshëm të punojnë në sipërmarrjet bujqësore. Vazhdojmë. Këtu jemi tek arsimi, janë bërë 54 projekte për shkolla për një vlerë afër 20 milion euro. Shkolla Kopshte Çerdhe. Vazhdojmë. Këto janë projekte e kulturës, 22 milion euro projekte për kulturë në qarkun e Beratit, janë një shifër që ju siguroj është më e madhe se sa shifra për kulturën e të gjitha qeverive të marrës bashku numërojni nga të doni. Nuk bën vaki të gjesh të bësh bashkë 22 milion euro. Tani, të gjitha këto që thash, është dhe shëndetësia, po qendrat shëndetësore dhe spitali, 65 milion euro, 48 projekte. Ndërkohë që e dini shumë mirë si ishte gjendja e spitalit, e dini shumë mirë si ishin qendrat shëndetësore, që s'kishe shans të mendoje se po të shkoje, po shqyr që të paktën pjesa e mjekëve, pjesa dërmuese e mjekëve në Shqipëri kanë qenë heronj vërtet, që në kushtet më skandaloze kanë shpëtuar jetë njerëzish dhe u kanë qëndruar njerëzve mbi kokë. Dhe në total, në qarkun e Beratit, ne kemi investuar mbi gjysmë miliardi euro. Tani besoj se e gjitha kjo flet vet, jo se këtu është bërë fush me lule edhe se njerëzit duhet të jenë të lumtur, por flet vet për sa shumë është bërë dhe ndërkohë atyre që thonë po mirë pse doni ju mandatin e 4, i them eksaktësisht sepse ka ende shumë për të bërë. Dhe atë shumë që ka për të bërë, harrojeni se e bën dikush tjetër përveç Partisë Socialiste. Harrojeni se e bën dikush tjetër. Harrojeni. Njëri Bufi Knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkri SPAK-un, do shkri dhe platformën i Albania. Do me thënë, drejtësia do kthehet aty ku ishte, në kënetën e Bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtor policie dhe nga ana tjetër kryeministri dilte dhe e bënte prokurorin e përgjithshme lavire, ka ndodhur para pak vitesh, nuk ka ndodhur në shekullin e 15, dhe do kthehen dhe të gjitha sportelet aty ku ishin, që njerëzit të capërlohen në përradha, dhe ndërkohë emigrantët mos marrin më asnjë shërbim siç marrin sot, pa lëvizur nga vendi deri në Australi, nga Albania, po të presin që të vinë këtu për të marrë një shërbim. Këto janë 2 propozimet kryesore që dëgjoni. Se ato të tjerat pastaj do japim kaq, do japim aq, që dini mirë ju se si janë lekët e Bufit. $6 milion nga këneta për të pastruar atë tatuazhin në ballë të non-gratës dalin, po ato paratë e tjera për popullin, ato nuk dalin. Ndërkohë, të tjerët që me demek janë të rinj, thonë, po që se na vjen ne në dorë kjo punë, do shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Ndërkohë që ne na duhet të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian 2027 dhe të futemi në Bashkimin Evropian që të kemi pasaportën europiane për të gjithë shqiptarët që mos jenë më populli dorës dytë kur kalojnë nëpër aeroporte dhe fëmijët tanë, student apo nxënës mos jenë më të huaj në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër që të kemi edhe një buxhet ekstra, se për shembull sot po t'i kthehemi gjithë këtyre shifrave atyre të bujqësisë që pat
Aty është dhe ndihma e Bashkimit Evropian. Por ama në një dekadë është shumë më pak se 200 milionë euro. Po të hymë Bashkimin Evropian, 300 milionë euro në vit janë vetëm për bujqësinë. Ne duam të hymë Bashkimin Evropian, ata thonë, do shkojmë zgjedhjet parakoshme. Do me thënë, e kishim një ndjes pas LSI, që na ungatruar në për këmbë dhe u kthye në nyje, në fyt për shqiptarët, tani në vend që ta kujtojmë për 1 maj me që është dita e punëtorëve, edhe themi shqyqyr shpëtuam nga këta pengmarsit e vegjël, dalin të atjerë thonë do shkojmë zgjedhjet parakoshme, kuptoni ju? Kuptoni? Të rinj, çfarë rinj? Të rinj në mosh, po. Në fytyrë, po. Po në program, në përmbajtje, në kuptim të politikës, të gjeopolitikës, të marrëdhënieve ndërkombëtare, s'ka lidhje fare. Që kur thonë, do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Kështu që duhet fokusohemi tek 11 maj dhe duhet fokusohemi tek antarësimin në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shumë respekte për këtë durim heroik këtu me gjithë të diell përballë. Shumë faleminderit.